Pas kësaj kemi një temë tjetër. Tema tjetër është që Allahu në Kur'an ka thonë inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd. Ka thonë Allahu e ka zgjedh Ademin edhe Nuhan edhe familjen e Imranit ala Imran i ka zgjedh mbi krejt njerëzit. I ka zgjedh Allahu subhanahu wa taala këta mbërmi krejt njerëzit. Edhe tani ka përmend Allahu subhanahu wa taala nonën e Merjemet. Idh qalet imra'atu Imrana Rabbi inni nadhartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kur ka thon gruaja e Imranit, ka thon unë e kam zotu ata që e kam barkën tim për ty. Edhe pranoje pe meje. Edhe Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë asaj Merjemen. Ja ka dhënë Merjemen, nonën e Isait alayhi salatu wassalam. Nonën e Isait alayhi salatu wassalam. Edhe kur e ka fal Allahu subhanahu wa taala ja ka fal asaj, ja ka fal Merjemen. Ajo e ka lënë Merjemen për me shërby në Beitul Maqdis. Beitul Maqdis është Qudsi, Jerusalemi. Allahu e liroft pe zullumçarëve jehudi. Ajo ka shërby në Quds, në xhami. Edhe Merjemi ka bërë shumë ibadet. E ka lutë shumë Allahun subhanahu wa taala. Edhe kujdestari i saj u kon Zakaria. Zakaria u kon kujdestari i saj. Zakaria alayhi salatu wassalam u kon burri i motrës të Merjemës. Edhe Merjemja duke qenë atë, Allahu subhanahu wa taala e ka furnizuar me të mirat e tij. Dhe ka përmend Allahu subhanahu wa taala thonë kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha bighayri hisab. Thon sa herë që është fut Zakaria në mihrab në vendin ku ajo ka bëj ibadet, ka gjetë ajo rrezik furnizim për Allahu subhanahu wa taala. Ka thonë o Maryam, pikojt ka ardhur, ka thonë kjo është për Allahut. Allahu furnizon jap rrezik subhanahu wa taala. Kujna don pa hesab, pa llogari. Kujna don Allahu subhanahu wa taala jap rrezik pa llogari. Ja Allahu pastaj çatu përmend thot hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Do të atëherë thot Zakaria e ka lut Zotin e vet. Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ka thënë Allah, më dhuro mua një pasardhës të mirë, vërtet jetë ai që e dëgjon duan, që edhe përgjigjesh në dua. Dëgjon duan edhe përgjigjesh në dua. Pse ka thonë këtë fjalë Zakaria alayhi salatu wassalam? Se Zakaria alayhi salatu wassalam kur ka ardhur te Merjemi ka gjetë gjithmonë te ajo ushqim, edhe ka gjetë furnizim pe Allah subhanahu wa taala. Ka thonë që kur ka ardhur dimnit ka gjetë senet që janë të verës te ajo. Kur ka shku verës ka gjetë senet dimnit te ajo, që janë ushqimet të dimnit. Atëherë as nuk ka pas frigorifera, as nuk ka pas eksport import senet marr pe largët. Po pikojt i ka pas pe Allahut. Allahu ja ka jap furnizim. Allahu i ka jap rrezik. Kësaj se u kanë shumë e devotshme. I ka pas shumë takvallak pe Allahut azza wa jall. Edhe ja ka furnizuar Allahu subhanahu wa taala. E Zakaria alayhi salatu wassalam s'ka pas fëmijë. Nuk ka pas fëmijë. U kanë plak. Edhe gruan e ka pas që nuk bën fëmijë. Allah tash në atë moment kur e ka pa këtë veprim, këtë punë të Merjemi, atëherë thot ka bë dua Zakaria. Pse?
Ulemat thonë që kë ka bë këtë dua duke e pa që ajo po merr rrezik në kohën kur sa koha e saj, ka thonë e ka bë si lloj analogjie që furnizon mua Allah edhe pse se kam kohën për me bë fëmijë, po ti bëjap kujna ti don. Çka don? Qysh pija pasaj ushqim edhe gjanat në kohën që s'është koha e saj, edhe mua më fëmijë, edhe pse më ka kalu koha. Edhe pse më ka kalu koha, u bë plak, s'bën fëmijë. Edhe gruna ka pas që nuk lind, që nuk lind. Edhe Allahu subhanahu wa taala e ka furnizuar me fëmijë. Bile do për ulema të tjerë kanë thënë që prej kësaj përfitohet çka? Kur të shesh një njeri që Allah i ka dhënë të mira, që Allah i ka dhënë të mira atij personi, mas pari s'bën me pas hased ndaj tij. Mas pari s'bën me pas hased, do të thonë, jo me menu edhe me dash që Allah më ia hek atë mirën që e ka ai njeri, jo. Po me bë dua për to edhe me lut Allahun subhanahu wa taala në çat moment ty më të jap diçka. Shumë shati dikon që Allah i ka dhënë. Çfarë don subhanahu wa taala kujt don? Ti mos e lut Allahun, mos lakmo mi ahje ka Allahu ato të mira në pas hased. Po lut Allahun në çat moment ty më të jap çka don subhanahu wa taala. Çka don Allahu të jap? Lut mirësitë e tij na janë në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Ti ki punë me Allahun azza wa jall. Allahu çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka me një hadith vërtet, hadith qudsi, që Allahu subhanahu wa taala ka thonë që nëse kejt njerëzit të bojnë në një vend, edhe krejt e lutin Allah subhanahu njerëz e gjin, edhe e lutin Allah subhanahu taala për çka ka nevojë, edhe Allah secilit prej tyre i jap çka të lyp, thot nuk shpenzohet ajo që është Allahu sikurse xhilpona kur ti në det. Ja merr diçka ujë pe detit xhilpona? Jo. Çfarë furnizimi ka në dorë të Allahut. Rreziku ka në dorë të Allahut azza wa jall. Sanët janë këtë në dorë të Allahut azza wa jall. Robi do të më ditë që ka punë me Allahun. Mos e hub shpresën në Allahun kurr. Por mbaj shpresën fort në Zotin tënd subhanahu wa taala. Se në ta janë dyrë të rrizkut janë dorën e Allahut azza wa jall. Mos u tut pe njerëzve, edhe mos mendo që njerëzit e kanë dorë rrizkun tën. E ka dorë Allahu azza wa jall. Allahu e ka dorë rrizkun tën. Kërkush tjetër postina subhanahu wa taala. Kërkush tjetër postina lutë Allahun azza wa jall, veç me Allahun lidhë. Edhe kuptohet, bëni sebebet. Bëni sebebet. Sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka me një hadith vërtet, që ka thonë: "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ka thonë, me paskon ju që mbështetni te Allahu në mënyrën më të mirë, u pas mbështet në mënyrën më të mirë që duhet, mu mbështet te Allahu subhanahu wa taala. Ju kish jap juve rrezik, ju kish furnizu, çysh i furnizon Zot. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ka thonë, ato shkojnë sabah Zot, dalin me borxhe zbrasta, kthehen me borxhe të plot. Me pa ka nejt Zot në strofulloxhet e tyre jo. A ka nejt në strofullat e tyre jo. Po kanë lëviz, kanë shku, kanë lyp rrezikun. Edhe janë kthy. Pra, muslimani do të më mbështet në Allah subhanahu wa taala e para, edhe e dyta me marr sebepet me lyp rrezikun. Me lyp rrezikun, me punu. Me prap me ditë që çdo sen është në dorë të Allahut azza wa jall. Çdo sen është në dorë të Allahut azza wa jall. Edhe mos me humb shpresën në Allahun. Asesi mos me humb shpresën në Allahun, sepse rreziku është në dorën e tij, kryesori ashtu që. Mos me humb shpresën edhe mos me humb ymydin në Zotin tën, në Allahun azza wa jall, që i ka furnizimet edhe i ka çdo gjë në qiell edhe në tokë në dorën e tij subhanahu wa taala. Besoj që kjo mjafton dazni për sot për neve. Wallahu tabarak wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam.
Nëse doni me bëna pyetje përgjigje, s'është problem, unë me bë.